Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira, begatit dhe mirësit e Allahut qofshin mbi ju. Shikues të nderuar, vëllezër dhe motra, paraqitemi për herë të parë nëpërmjet medias Fakti Ditor me emisionin Argumenti Islam. Emision ky i cili ka për qëllim shpjegimin e fesë së vetme të pranuar nga Allahu Dhul Xhelal, Islamit, mbi bazën e argumenteve dhe normave të mirëfillta institucionale, duke marrë parasysh edhe përkatësinë tonë fetare në këtë nënqiell, pra në Maqedoninë e Veriut. Jemi duke u paraqitur para jush me këtë emision me qëllim që të shtjellojmë tema të ndryshme, të cilat i prekin sferat e ndryshme të jetës suaj të nderuar shikues. Ndaj edhe qëllimi i emisionit ton është që të jemi sa më afër jush, duke shpresuar se do të ofrojmë zgjidhje për dilemat tuaja, të cilat mund të u lindin gjatë frymimit tuaj të përditshëm. E fillojmë këtë emision në muajin e shenjtë të Ramazanit. Sepse Ramazani si i tillë, një ndër epitetet e ka edhe epitetin muaji i mëshirës. E mëshira e Allahut zbret mbi njerëzit të cilët janë të nënshtruar dhe vigjilent në zbatimin e rregullave dhe normave të cilat ai i ka parapar për robërit e tij, e sidomos për ata që i nënshtrohen urdhrit të tij e që janë muslimanat. Nuk bën të fillohet ndryshe ky emision, përveç se me një ftyrë institucionale, i cili institucionalisht e përfaqëson dhe prezanton fen në këtë nënqiell. Dhe është kënaqësi për mua, të nderuar vëllezër e motra, që në emisionin e parë Argumenti Islam këtu në Faktin Ditor të kem muftiun e Shkupit, profesor doktor Kenan Efendi Ismaili, të cilit i dëshiroj mirëseardhje. Faleminderit, mirë që u gjetëm. Edhe unë shfrytëzoj rastin dhe momentin që falenderoj fillimisht juve për ftesën që na e bët jemi pjesë e këtij emisioni. Të jemi në këtë studio të bukur, të jemi para gjithë atyre që na ndjekin përmes ekranit televiziv, përmes rrjeteve sociale, që shfrytëzoj edhe unë momentin të falenderoj edhe stafin realizues, edhe juve, gjithsesi për këtë iniciativë shumë të qelluar, në veçanti siç thatë edhe ju në këtë muaj të mëshirës, që të jemi bashkarisht kalojmë çaste të mira, të këndshme në këtë mbrëmje me plot begati, me plot mëshirë nga ana e Zotit. Dhe shfrytëzoj momentin përshëndes gjithë ata që na ndjekin me përshëndetjen islame, Selamu Aleikum, pra me lutje që paqja, mëshira, begatit e Zotit qofshin mbi ju dhe me gjithë ata që na ndjekin, dhe njëkohësisht shfrytëzoj momentin që t'ua bëjmë për hajër muajin e bekuar të Ramazanit, siç e përmendet që është edhe emisioni i parë, fillimi i këtij cikli të këtyre emisioneve, me lutje që Zoti t'ju jep shëndet, t'ju jep begati, t'ju jep mirësi, edhe juve, edhe atyre që na ndjekin, edhe Zotit që me kënaqësi shpirtërore, me një mirëqenie familjare, ta kalojnë muajin e bekuar të Ramazanit dhe ta festojnë Bajramin inshallah. Nderuar, është kënaqësi ime personale, po edhe redaksisë e emisionit tonë që ju jeni sot në këtë hyrje të muajit të shenjtë të Ramazanit. Meqense jemi në fillesat apo në çastet e para kur edhe hym në këtë muaj të shenjtë, si duhet një besimtar ta kuptojë muajin e Ramazanit? Unë do të kisha filluar këtë çështje ta shikojmë pak në një kënd tjetër. Sepse Zoti kur na ka kriju gjithë neve, na ka krijuar me një natyrë të pastër. Kjo është argumentuar edhe me ajete kuranore, është argumentuar edhe me fjalët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Mirpo rrethanat të cilat jetojmë ne, duam apo nuk duam ne, ku me vetdije, ku pa vetdije, ndoshta të huajsohemi, largohemi nga ajo që është origjinale jona.
Origjinalja është që ne mos të jemi egoist. Origjinalja është që ne mos jetojmë të vetëm. Origjinalja është që ne të dim të adhurojmë Zotin, gjejmë momente dhe kohë që të adhurojmë Zotin. Origjinalja është që ne të gjejmë kohë të ndajmë për fëmijët tanë, të ndajmë për familjen tonë. Origjinalja është të kemi raporte shumë të mira me familjen e ngurë dhe familjen e gjerë. Origjinalja është që na të kemi ndjenja altruiste kundrejt gjithë atyre që na rrethojnë. Origjinalja e natyrshmërisë në të cilën na ka kriju Zoti është kjo. Mi por rrethana tash ku ndonjëherë ato sfidat ekonomike, ku ndonjëherë ato sfidat politike, ku ndonjëherë ato sfidat jetësore na bëjnë që gjithë këtë origjinalitet që e kemi, ne ta lëm anësh dhe të bëhemi krejtësisht diçka ndryshe. Pra me fjalë tjera unë them të tuhajsohemi. Bëhemi vetjak, bëhemi egoist, harrojmë fëmijët, harrojmë babë, harrojmë nënë, harrojmë familje, harrojmë Zotin, harrojmë gjithçka. Dhe ja që kjo është ai momenti kur Zoti thot po ta dërgoj unë një mysafir që do t'i rikujtoj gjitha këto gjëra. Ky mysafir ka emrin Ramazan. Dhe me të vërtetë nëse vëreni në muajin e bekuar të Ramazanit gjitha këto që i përmenda brenda një ambienti familjar kthehen për një moment. Kthehet për një moment se fillon shpirti të gjallëron dhe fillon të kërkojë adhurimin e Zotit. Atëherë ti kur ndoshta brenda 11 muajve ke harruar, muajin e Ramazan nën vedije apo me një ngacmim ndërgjegje ti fillon edhe ta mendosh Zotin. Madje për hir të Zotit e lënë edhe atë që është e lejuar. Ti harrojmë ato që janë të ndaluara. I lënë edhe ato që janë të lejuara për hir të Zotit. E lënë hajen, e lënë pijen në momente të caktuara me kohë të caktuara nga ana e Zotit, Allahut Madhërisht. Dhe ti përkushtohesh Zotit. Fillon të mendosh te cila xhami duhet të shkoj që ta adhuroj Zotin. Fillon të mendosh ku duhet shkoj të ndëgjoj një ligjërat. Apo edhe nëse nuk mund të shkosh, cilin kanal mund ta ndjekë që të përcjellë një fjalë të Zotit. Me fjalë tjera, kthehet natyrshmëria e njeriu që të lidhet me Zotin, si e para. Që është më e rëndësishmja. Më pastaj na bëhet rutinë ditore brenda Ramazanit që ne të fillojmë të kthehemi familjes. Ato them unë thojza rituale që ndoshta i kemi harruar brenda një viti, ne fillojmë që të kthehemi brenda familjes. Ulim në të njëjtën tryezë, ulim në të njëjtën kohë, e hajmë të njëjtin ushqim. Që ndoshta brenda ditëve tjera nuk po arrit të hajmë të njëjtin ushqim, sepse njëri han rrugës atje për shkak të kohës, tjetri në vendin e punës, tjetri në bankat shkollore e kështu me radhë. I kthehemi asaj që të ulemi me begatitë e Zotit, në një sofër të përbashkët, në emër të Zotit, që të darkojmë apo me fjalë tjera të bëjmë iftar. Për hir të Zotit, ne prishim gjumin, hamë dhe syfiri. Po, krahas këtij ambienti brenda familjes, natyrshmëria njerëzore është që ne duhet të mendojmë edhe të tjerët. Të nxjerrim në pak këto ndjenjat altruiste që i quajmë. Fillojmë të mendojmë për rrethin më gjerë familjar. Me kë duhet të hapë një drek bashk, në atë kuptimin të iftarit, me kë të kush duhet të shkojmë ne që të vizitojmë, kë duhet të aftojmë, kë duhet të ndihmojmë, dhe kjo na bën që na të kthehemi në atë që është njerëzore mbi të gjitha. Në atë që është, e thashë edhe në fillim, është e natyrshme në natyrën e njeriut, sepse Zoti na ka krijuar të tillë. Për atë unë them Ramazanin duhet ta kuptojmë si kthim në origjinalitet, si kthim në fitra, si kthim në natyrshmërinë me cilën e ka krijuar Zoti njeriu. Unë në natyrë kur nuk përdori termin që të them për dikë një njeri i keq. Se në natyrë njeri i keq nuk mund të ketë. Mund të ketë njeri që gabon, edhe atë në periudha të caktuara kohore. Njeri mund ta gabojë 2 vite, 3 vite, 5 vite, kurdo njerëz të kujtohet që ka gabuar. Ramazani është pikërisht muaji që ti ta rikujton që ti mund të kishe bërë gabime dhe vjen Ramazani ku ti duhet të kthehesh në atë mirë, sepse në natyrë njeriu është i mirë. Hoxhë nderuar, këtu domethënë do të kalojmë edhe te një sferë tjetër, cilën e përfshin muaji i Ramazanit, e që është muaji i pastërtisë. Domethënë ju mirë e thatë se besimtari gjatë veprimtarisë së tij të përditshme mund të harrohet, dhe të hutohet e ta glabëroj përditshmëria.
Kurse Ramazani është një mundësi që ata e kthen tek vetvetja, tek gjeneza e tij, tek ajo fitreja e pastër për cilën proklamoi dhe shpjegoi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Në këtë drejtim, nëse ka mundësi një elaborim më të gjerësishëm pak. Shumë bukur përmendet Ramazani është vërtet një muaj i pastërtisë. Në natyrën e vet njeriu është i pastër. Edhe gjitha porosit që i ka bë Zoti, që i ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na ftojnë neve në këtë pastërti. Por asnjëherë besimtari musliman nuk e ndan pastërtinë vetëm në atë aspektin e pastërtisë fizike. Por pastërtia fizike dhe pastërtia shpirtërore, që të dyja bashkarisht janë ata të cilët e ngrin njeriu në piedestalin cilin kërkon Zoti. Me siguri edhe ju dhe ata që na ndjekin për momentin kanë dëgjuar fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe tani në për shumë prej librave, koleksioneve të haditheve dhe librave të fikhut e gjeni këtë hadith të kapitulli i pastërtisë, por të kapitulli i pastërtisë fizike. Pastërtia është gjysma e besimit, është gjysma e imanit. Por nuk ka të bëjë kjo vetëm me një pastërti fizike, kjo ka të bëjë edhe me atë pastërtinë shpirtërore. Dhe në Ramazan bashkohen që të dyja. Sepse në Ramazan porositë e Zotit dhe porositë e profetit Muhammed a.s. fillimisht janë të lidhura me pastërtinë fizike, sepse fizikisht nëse je i papastër, nuk mund të agjërosh. Edhe kur ndalohet haja, ndalohet pija, ndalohet marrëdhëniet intime në periudhë caktuara brenda ditës, nënkuptohet që Zoti të kërkon që të jesh i pastër. Duhet të jesh i pastër nga papastërtitë fizike, duhet të jesh i pastër që të mund të falish namazin, duhet të jesh i pastër që duhet të lexosh Kur'anin, duhet të jesh i pastër që të futesh në xhami, duhet të jesh i pastër duke i pastruar dhëmbët, duke të jesh i pastër duke u parfymosur, janë gjitha tipare që i kërkon Zoti nga njeriu. Dhe në Ramazan, kjo del në pah, për shkak se njeriu mundohet që të plotësoj këto kushte të pastërtisë, që t'i plotësohet agjerimi. Dhe thash agjerimi çfarë ndihmon? Agjerimi ndihmon në pastërti shpirtërore. Tash për hir të Zotit, ne brenda Ramazanit, krahas agjerimit që e bëjmë si ibadet, si adhurim, si kushti i Islamit, ne brenda Ramazanit edhe shpeshtojmë namazin. Tani nuk mund të generalizoj dhe them që gjithë njerëzit i falin 5 kohë namaz, por s'paku do të mundohem brenda Ramazanit thot ta fali teravih. Ose ta fali edhe drekën, ose ta fali edhe ikindin. Më thonë do të shtoj një namaz, ose sabahun sa është më afër syfirit. Kjo është angazhim për pastërti shpirtërore. Brenda Ramazanit ka angazhim edhe tek gjeneratat tani më të moshuara që të mësoj leximin e Kuranit. Dhe gjitha këto janë angazhim për pastërtinë shpirtërore. Shumë bukur e thot profeti Muhammed a.s. në një hadith, vaj halli për atë njeri, pra mjerë ai, i cili e përfundon Ramazanin dhe nuk arrin që të falet nga Zoti. Më thonë një shans shumë e madhe që Zotit që të falë, dhe ti ndoshta të ka ik Ramazanin duke mos u angazhuar për këtë pastërti shpirtërore, dhe ti nuk u fale nga Zoti, sepse mundësia është shumë e madhe. Zoti si tha në ajet kuranor, kur e bëri obligim agjerimin, ja ju e ledhina amenu, kutiba alejkumus siyam, kema kutiba ale ledhina min qablikum, la'allekum tattaqun. Finali është kjo. Nuk është ajo që ju a bëri obligim agjerimin, sikur që a bëri dhe atyre para jush, që e dha Zoti një informacion, tregoi imperativin, e tregoi një informacion nga e kaluara për qëllimin i cili është. La'allekum tattaqun, që ju të arrini devotshmërinë. Devotshmëria është kjo. Kur ti ngrihesh në piedestal më të lartë shpirtëror dhe ti arrin që të falesh nga ana e Zotit. Andaj shumë bukur e ndërlidhet, se ndoshta ndonjëherë na ik nga mendja që Ramazani është muaji që neve na pastron. Ne me një pastërti fizike arrim tek një pastërti shpirtërore. E pastërtia shpirtërore pastaj është ajo që thot edhe Zoti, ata që me bindje dhe kënaqësi e kalojnë muajin e bekuar të Ramazanit, ata janë të falur. I faluri ku e ka vendin? E ka vendin që të futet në xhenetet e Zotit. Pra, qëllimi i fesë, duke ndulidhur nga atë që e thash në fillim dhe kjo që e përmendët ju, është që njeriu të arrijë një rehati në shoqëri, një rehati në dunjë, familje, personale, rehati,
Po nga ana tjetër, arrin edhe rehatinë e botës së ardhshme. Dhe këtë arrit nëse përkushtohet brenda muajit të bekuar të Ramazan në këtë që e përmend. Bazë të veprimit, besimtari e ka librin e Allahut Dhul Gjelal. Për arsye se nga aty buron gjithçka. Nga aty buron profecia, nga aty burojnë urdhresat, nga aty burojnë ndalesat. Dhe në këtë muaj të shenjtë, Allahu Dhul Gjelal në natën e Kadrit për herë të parë ju shfaq Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Si ngjarje e tillë kjo, Ramazanit ja dha epitetin muaji i Kur'anit. Por vetëm kjo, jo vetëm kjo, edhe përkushtimi i besimtarit në Ramazan për të lidhur sa më fuqishëm me librin e Allahut Dhul Gjelal ja jep këtë epitet. Mufti i nderuar, si ju do ta elaboronit këtë çështje që të bëhet më e kapshme, më e absorbueshme për shikuesin tonë? Shumë bukur e përmendet. Zaten edhe muaji i Ramazanit këtë vlerë ka sepse është muaji i Kuranit. Nuk do kishte kuptim agjerimi, nuk kishte kuptim ndoshta edhe adhurimet tjera nëse nuk do ta përmendim ajo që është kryesore, sepse nëpërmjet Kuranit ne mësojmë edhe këtë tjerat. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Është muaji i Ramazanit, muaji i cili zbriti Kurani. Po tash pak kthehemi te kjo zbritje e Kuranit, kthehemi pak mbrapa në historikët që përmendët ju, që ta kuptojmë më mirë. Pse pejgamberi alayhis salam u tërheqi në shpellën e Hira? Shpellë që ishte në periferi të Mekës, nga kodrina Nur ku mund të shihte banorët. Banorët e Mekës në atë kohë ishin të shfrenuar. Mirëshin me punë të cilët nuk i takojnë njerëzores, nuk i takojnë njeriut. Ishte periudhë e ignorancës. Dhe kjo e brente profetin Muhammed alayhis salam. Si mund njeriu t'i bëjë gjitha këto? Si mund njeriu me çfarë emocione njeriu e mbyt fëmijën e vet, vetëm pse është vajzë? Me çfarë emocione njeriu nuk ka siguri ekzistence, kush këtë do e vret dhe nuk ka përgjegjësi? Si mund njerëzit të bije në këtë nivel? Dhe kjo e brente profetin Muhammed, si njeri, ende nuk ishte pejgamberi i Zotit. Dhe kjo e bëri që ai të kthehet mbrapa dhe të meditoj. Në moment që ai meditoi, zbriti Zoti nëpërmjet Xhibrilit, takimin e parë në shpellën Hira, që të ngjall njerëzin, ta ringjall sërish. Kurani zbriti në atë kohë që njerëzve t'u tregoj rrugën e drejtë, t'u udhëzoj në rrugën e drejtë, por Kurani edhe në Ramazan kthehet brenda familjeve tona për të ringjallur njerëzorën tëne. Kjo çka do të thotë? A ka punë, vepra që bëhen, që i ngjajnë periudhës së ignorancës edhe në kohën e sotit? Kanë ekzistuar njerëz të kaluar, në ekzistojnë edhe sot. Por ja që Kurani hyn brenda familjeve tona, brenda muajit të bekuar të Ramazanit për të ngjallë sërish njerëzore. Dhe ne ngjallim këtë njerëzore. Mëshira ndaj babës dhe nënës. Mëshira ndaj vëllau dhe motrës. Mëshira ndaj të varfërve. Ti do ta mendosh kujt ja jap sadakan, apo? Kujt ja jap një gotë ujë, kujt ja shtroj një iftar. Gjitha këtë njerëzorën fillon ta ktheshtin brenda Ramazanit. Te kjo mëshira do të kemi një kapitull të veçantë në të cilin do të jepet mundësia të sqaroni. Mirë po, kur jemi këtu te Ramazani, muaji i Kuranit, apeli sikur porosi që mund ta marrim si mesazh nga Allahu Dhul Gjelal është që besimtari të lidhet me librin e Allahut pak më tepër. Po atje edhe duhet dal. Për shkak se brenda Ramazanit, gjitha ato virtyte që i humb njeriu, me anë të lidhshmërisë që e ka me Kur'anin, ai fillon që t'i kthejë veten e vet, sepse Kurani t'i jep këto udhëzime. Ti nuk i ke mësuar këto nga rruga. Këto nuk i ke mësuar edhe nga hoxha. Hoxha përcjell fjalët e Zotit, përcjell fjalët e Kuranit. Dhe nëse e keni vërejt, gati se në çdo familje të muslimanëve, brenda muajit të bekuar të Ramazanit fillon Kurani kthehet në përduar. Brenda shtëpive mundohet që të bëjë një hatme të Kuranit, pra të lexoj Kuranin që nga fillimi në fund, ashtu siç bëri edhe profeti Zotit Muhamedi alayhis salam. Nëpër xhamia lexohen mukabele e kështu me radhë. Por unë du diçka tjetër të nënvizoj në këtë rast. Krahas dobive shpirtërore që njeriu të lexojë Kur'anin, i cili është shërim për zemrat, për shpirtat tonë,
Por nga ana tjetër, Kurani është mirë brenda Ramazanit edhe të kuptohet. Jo thjesht vetëm të lexohet. Sepse dhe qëllimi i ardhjes së Kuranit është që atë ta kuptojmë dhe ta jetësojmë. Unë apeloj nëpërmjet këtij emisioni, përderisa u hap kjo temë, që në veçanti gjeneratat e reja, brenda muajit bekuar të Ramazanit, krahas leximit të Kuranit në origjinalin, që as pak unë nuk e mohoj që ajo ka dobi në vet, të gjej kohë 15-20 minuta mbrëmje, një gjys ore, të lexoj nga një kapitull, ku do ta lexoj në gjuhën shqipe, në gjuhën e vet, në gjuhën të cilën e kuptoj, dhe të sheh se çfarë mesazhe madhështore sjell Zoti nëpërmjet këtij libri të shenjtë. Dhe vetëm se me anë të kuptimit njeriu do të arrijë që të ringjallë njerëzoren në veten e vet. Zoti është interesant, çdo vit na e sjell muajin e bekuar të Ramazanit. Çdo vit na e sjell muajin e Kuranit. Çdo vit na e rikujton që duhet të kthehemi te Kurani. Çdo vit na e rikujton që duhet ta kuptojmë Kuranin, jo thjesht vetëm ta lexojmë. Dhe muaji i Ramazanit është momenti më i rëndësishëm rikthimi te Kurani, unë do të thoja të kthehemi Kuranit, sepse është libri vetëm i cili mund të shpëtojë njerëzinë. Jo vetëm neve si besimtar që i përkasim kësaj feje, por të gjithë ata tjerë të cilët e lexojnë Kuranin e shohin shpëtimin nëpërmjet këtij rrugtimi që ta sjell Kurani në ngritjen shpirtërore të njeriut. Dhe tani kalojmë te kapitulli të cilin veç unë edhe e përmenda paraprakisht në ndërhitjen time, se muaji i Ramazanit është muaji i mëshirës. Sin mëshirës së plot nga Allahu Dhul Xhelal ndaj robërve të tij, të cilët me vigjilencë, për kushtim dhe për kujdesit të plot i nënshtrohen urdhrit të Allahut në këtë muaj, ashtu edhe zgjonat ndjenjen e mëshirës dhe humanitetit të besimtarëve ndërmjet vete, por jo dhe ndërmjet vete, por edhe ndaj të tjerëve. Patjetër. Nëse ju kujtohet, ka një hadith ku Xhibrili në formë njeriut vjen te pejgamberi i Zotit dhe parashton një pyetje se çfarë është ihsani, çfarë është mirësia. Pejgamberi i Zotit e jep një përgjigje shumë të bukur. Të dish, edhe pse ti nuk e sheh Zotin, ai të sheh ty. Këtu është filozofia e komplet mirësive që duhet të bëjë njeriu. Edhe jashtë Ramazanit, po në veçanti spikate brenda muajit të bekuar të Ramazanit. Dhe shumë mirësi brenda Ramazanit, duke treguar këto ndjenjat e mëshirës që përmendet ju njeriu tek të tjerët, shfaqen brenda muajit të bekuar të Ramazanit. Duke filluar nga raporti, jo mos ta kuptoj këtë mëshirë vetëm në atë aspektin material. Jo. Edhe në atë aspektin shpirtëror, në atë aspektin formal, në komunikim me njerëzit. Shumë bukur, përmendi edhe pejgamberi i Zotit që çfarë kuptimi do të kishte për ju të qëndroni të uritur e të etur. Por nëse nga ana tjetër, goja juaj nuk është në raport mirë me njerëzit tjerë. Fyen e ofendon. Çfarë ngritje shpirtërore të lartë, kjo është mëshirë kundrejt njerëzve. Edhe nëse dikush gabon ndaj juve, ju çfarë duhet të thoni? Unë agjeroj. Kjo tregon për mëshirën që duhet të kemi ne në raport me njerëzit tjerë, po për këdheljen e fëmisë. Fatkeqësi është që nuk e kanë kuptuar agjerimin dhe Ramazanin, këtë muaj të mëshirën mirë njerëzit, në veçanti në mëshirën kundrejt anëtarëve të familjes, nëse thotë që unë jam agjerueshëm, jam nervoz, mos më dil para. Unë e kam thonë në disa vende dhe po e përsëris edhe këtu. Nuk ka nevojë të agjerosh. Nëse këtë emocion ti nuk e ke, këtë shpirtërore nuk e ke, këtë mëshirë nuk e ke, që kur të futesh brenda në shtëpi në kohën para iftarit, ti je i buzëqeshur, ti je i disponuar, të përkthelesh fëmijët e tu, të ndihmosh në shtruarjen e iftarit, të krijosh një atmosferë pozitive, për cila është qëllimi i agjerimit. Agjerimi është që të ngjall ndjenjat e mëshirës, ama jo vetëm mëshirën ndaj tjerëve, sepse unë dua të jap 500 dinar, 1000 dinar, 100 euro, nuk e di çka sadaka, edhe kryeta këtë obligim, jo. E para, obligimi kryet brenda familjes tënde duke treguar mëshirë ndaj fëmijëve, dhe bashkëshortes e cila angazhohet brenda tërë muajit të bekuar të Ramazan në përgatitje të iftarit dhe syfyrit, të shndrosh ritual që bashkë me fëmijët tu jeni pjesë e këtij kontributi, mëshirë ndaj babait dhe nënës nëse i ke të gjallë, ku do dish që ta respektosh
në veçanti brenda muajit të bekuar të Ramazanit ku një shpërblim, një emir shumë fishohet deri në 700 jashtë Ramazanit. Kur ta kryesh këtë obligim dhe ta kthesh këtë mëshirë brenda familjes tënde në raport me të tjerët, atëherë do dalësh edhe jashtë kufive, si themi ne, jashtë oborrit. Sepse edhe kemi obligim fetar dhe shpirtëror, edhe jashtë Ramazanit, por në veçanti në Ramazan, madje edhe kusht që të pranohet agjerimi, që ne t'i ndihmojmë tjerët, që nuk e ka asnjë fe tjetër. E ka vetëm feja jo. Një adhurim me të pranu, sikur që është Ramazani, ti duhesh materialisht të ndihmoj tjerët që kenë mundësinë e festimit të Bajramit. Atëherë këtu del sadakatul fitri. Që unë, para se të agoj mëngjesi i Bajramit, unë duhet të gëzoj ndonjë familje, sepse edhe ai që nuk ka mundësi duhet ditën e Bajramit të ketë mundësinë e festimit. Këtu tani është edhe dhënia e zakatit. Gjitha këto janë momente që tregojnë se ne, si besimtar musliman brenda Ramazanit, të kemi nivel të lartë të shpirtërores, nivel të lartë të mëshirës, ku nuk do të mendojmë vetëm veten, por do të fillojmë të mendojmë edhe të tjerët. Edhe del në sipërfaqe, nëse e vëren, në veçanti ditët e fundit të Ramazanit, disponimi ngrihet në nivele më të lartë. Fëmijët janë të gëzuar, veshja e Bajramit, skamnorët janë të gëzuar, të varfërit janë të gëzuar, jetimët janë të gëzuar, dhe kjo është rezultat i një mëshire që ekziston mesin e besimtarëve dhe shfaqet në shoqëri. Zaten qëllimi, siç thonë edhe sociologët musliman, i dhënies së sadakatul fitrit dhe zakatit, nuk është te dhënia dhe marrja, nuk është te puna e paras, po te puna e qarkullimit të mirësisë, se fundit atë që e jep prap do të kthehet te ty, sepse ai do të qarkullon në shoqëri, por nuk do të izolohet. Pasuria nuk izolohet diku, po qarkullon, dhe ne qarkullojmë këtë duke gëzuar fytyrat dhe zemrat e njerëzve. Dhe shfaqja më e mirë është brenda muajit të bekuar të Ramazanit. Por më duhet të nënvizoj, në veçanti brenda muajit të bekuar të Ramazanit, çdo herë kur fillojmë që të tregojmë këto ndjenje të mëshirës, të mirësisë, të mirave që duhet t'i bëjmë, mos harrojmë, fillojmë nga familja, brenda familjes. Nuk ka kuptim gëzimi ati të huajt e të larkë, nëse ja ke thy zemrën nënës, ja ke thy zemrën babait, s'ke raportet mirë me bashorten, me vllahun tënd nuk flet që disa vite, atëherë s'ka kuptim mirësia, sepse ti nuk e ke kuptuar as mëshirën, as Kur'anin, as Ramazanin. Ramazani një shansë e mirë që na këto ndjenje të mëshirës fillimisht t'i shfaqim brenda familjes, duke zgjatur dorët nga ndoshta hidhrimet e panevojshme edhe ndoshta të pa argumentuara që në momente të caktuara nga cytjet e djallit na kanë ndodhur mes vete. Një moment shumë i bukur. Pejgamberi i Zotit, para se të futet Ramazani, tanë muaj Rexhep, Shaban dhe vjen Ramazani. Këto muaj përgatitore që për të qenë i përgatitur që po hyj unë brenda muajin e faljes. Pejgamberi i Zotit ka porositë edhe sahabët, shokët e vet, normalisht na porositë edhe neve. Me gjitha të hidhëruarit që je, të pajtohesh. Mos të takoj muaj i bekuar Ramazanit të hidhëruar, edhe e dyta, ato që i ke përreth dhe ndoshta nuk i kanë mundësinë që të kenë iftarin dhe syfyrin, të amundësosh para Ramazan që ta kenë iftarin dhe syfyrin. Ndjenjët e mëshirës. I shfaq dhe i përgatitur shpirtërisht futesh në muajin e bekuar të Ramazanit. O që nderuar, unë personalisht si një hoq që me leximet apo me atë që është prezantuar nëpërmjet formimit tonë personal, Ramazanin e kuptoj si një mundësi reflektimi dhe jo si një mundësi sprove dhe privimi. Zoten, privimi është ai i cili njeriu e bën të më të fortë, reflektoj, dhe ti kuptoj edhe hallet e tjerëve për të cilat ndoshta gjatë përditshmërisë së tij nuk i bie ndërmend. Jemi edhe në minutat e fundit të emisionit, unë do të kisha kënaqësinë që për tema të ndryshme në lidhje me të kuptuarit e drejtë të Ramazanit, bisedonim edhe më gjatë, po ja që minutazhi i emisionit kaq na e mundson, nëse mbetëm diçka pa thënë që ju e konsideroni të rëndësishme për ta thënë dhe për të përcjellë një mesazh te shikuesi, është ky çasti i nderuar. Mufti. Unë vetëm një fjali do të thoja për fund, sepse besoj që edhe shumë xhallar të tjerë edhe përcjellin mesazhe të ndryshme. Unë do të kisha thënë
me ditën e parë që futin në Ramazan, duajini veten, sepse njeriu që e don veten, largohet nga gjërat që janë të shëmtuara, të irrituara, po fillon të bëj punë të mira, sepse ai që e don të mirën vetes, don ta ketë rehatin këtë botë dhe në botën e ardhshme. Pra duajini veten dhe duajini familjen. Këto dy elemente mbani me veten brenda tërë muajit të bekuar të Ramazanit, sepse vetë Ramazani është ajo atmosfera shpirtërore që ju lidh me Zotin. Do lidheni me Zotin mirë nëse të jeni të lidhur me vetveten dhe familjen tuaj. Ishte kënaqësi edhe një herë, ju falenderoj për kohën që ndatë për qenë së bashku me ne dhe me shikuesit tonë, duke e lutur Allahun Dhul Xhelal që këtë kohë të ndarë së bashku ta shënoj si ibadet. Inshallah. Kënaqësia ishte ime, faleminderit shumë për ftesën. Kurse juve shikues të nderuar, ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqët, duke ju ftuar që t'jeni me ne edhe në emisionet e radhës këtu në Argumenti Islam dhe Fakti Ditor. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.